Policia e shtetit sot do duhet kishte dalë zyrtarisht edhe të bënte transparencë për skandalin që po ndodh në komisariatin numër 2. Thuajse gjithë kupola e këtij komisariati është fshirë me një të rënd të lapsit dhe gjithë problematika dhe largimet apo tentativat për dorëheqje, sepse ende nuk është pranuar për shembull dorëheqja e shefit komisariatit, transferimi i shefit të krimeve në këtë komisariat, ka ndodhur pas arrestimit të Altin Morinës, ish efektiv i forcave speciale Renea, i cili ishte në kërkim nga ana e prokurorisë posaçme në ndyshimet për trafik të lëndëve narkotike dhe për grup të strukturuar kriminal. Pas këtij momenti ka patur gjatë këtij aksioni në informacionet që disponoi ka patur edhe goditje të një ambienti me Lori Rafati, i cili është sjellë përmes një uftimi të shkurtër dhe unë personalisht kam dyshime të forta që gjithçka po ndodh në komisariatin numër 2 lidhet pikërisht me arrestimin e Altin Morinës. Shefi i krimeve të këtij komisariati është transferuar pas një lloj justifikimi në një komisariat tjetër, ndërkohë që shefi i komisariatit ka paraqitur dorëheqjen për t'u larguar. Dhe deri tani, pavarësisht unë jam bërë edhe pyetje publike zotit Proda, deri më tani nuk ka bërë transparencë në lidhje me këtë rast. Edhe mendoj që aty po konsumohet pra gjithë efektivët e komisariatit numër 2 janë në një presion të jashtëzakonshëm. Policia e shtetit nuk mund të funksionojë si bandë kriminale, do duhet që zoti Proda dhe zyrtarët e tjerë të policisë së shtetit të bëjnë transparencë për rastin. Ka qëndruar AMP-ja deri në orën 2 të mëngjesit të ditës së sotme duke kontrolluar dosje, nëse aty ka ndodhur diçka që nuk shkon, patjetër duhet ketë një hetim të thelluar, por nuk mund të kalohet të vi njoftimi gjatë qarqafe, të thuhet aty disa reagime në rrjete sociale dhe në portale që shpifin. Për këtë që them mbaj përgjegjësi dhe zoti Proda duhet na japi llogari përse shefi i krimeve është transferuar vetëm 24 orë pas arrestimit të Altin Morinës, përse nuk u sqarua çfarë kishte të bënte pika e basteve dhe me kë lidhej, dhe a ka patur persona të paautorizuar që kanë hyrë në ambientet e komisariatit numër 2. Pra kjo ngjarje po zhvillohet ditën për diell, ka tension të jashtëzakonshëm, unë kam komunikuar me një numër të lartë të efektive të policisë në komisariatin numër 2, por edhe me zyrtarë të tjerë të cilët shprehin shqetësim për presion të jashtëzakonshëm dhe shantazh nga ana e drejtuesve të policisë së shtetit. Kështu që e ftoj zotin Proda të bëj publike gjithçka po ndodh në lidhje me këtë rast, por edhe me aktivitetin e lojrave të fatit, të cilat janë kthyer në një shqetësim shumë serioz, sidomos në Tiranë, po zhvillohen ose ky aktivitet po kryhet në mënyrë të kamufluar dhe shpesh policia e shtetit nuk i raporton rastet kur godet lojrat e fatit. Policia e shtetit po pse nuk vallë, nuk i godet? Sepse mendoj që ka interesa. Se dhe rasti për shembull i Elbasanit ishte i lidhur me kontrollet e zhvilluara pikërisht me këtë gjë. Një pjesë ishte pikërisht me këtë gjë dhe përmendej aty dhe një farmari Glen Çoku, ç'është ky? Atëherë, është pak ndryshe, unë do ta shpjegoj nëse më lejon. Po të mbyllim këtë që të hyjmë te tema, e kupton? Po, prokuroria e posaçme në kuadër të hetimit që po kryen ndaj organizatës kriminale të drejtuar nga Soel Qela dhe është shtrirë në pjesën që ka të bëjë kryesisht me marrjen e tenderave në qytetin e Elbasanit, pretendon ose ka dyshime të arsyeshme që në disa shoqëri dhe ambiente mund të gjenden prova që lidhin zyrtar apo persona të tjerë, funksionar publik me këtë organizatë. Për këtë arsye, ditën e sotme herët në mëngjes, rreth orës 6:30, ka nisur një aksion për kontrollin e 6 ambienteve i autorizuar nga prokurori i posaçëm Vladimir Mara. Është mbështetur ky aksion nga ana e policisë së shtetit, por gjatë këtij aksioni, policia e shtetit ka konstatuar edhe aktivitet të lojrave të paligjshme të fatit. Pra ndërkohë që po kërkoheshin prova në kuadër të organizatës kriminale dhe kishte disa personazhe që janë kontrolluar, përfshirë edhe emrin që u cituat, por edhe drejtorin e ujësjellësit në bashkinë e Elbasanit, Luan Tabaku, por edhe ambiente të tjera, atëherë është konstatuar që kishte edhe aktivitet pranë celularet e tyre, sipas të dhënave të drejtanishme, kishte aktivitet të paligjshëm në fushën e lojrave të fatit. Ky mund të jetë një hetim që mund të ndahet më pas, sepse është një aktivitet i cili vijon i ndar, por unë ju thash që lojrat e fatit sot janë kthyer në një shqetësim shumë serioz dhe po kryen kryesisht nga grupe ose individ të cilët kanë mbështetje dhe lidhje në policinë e shtetit. Dhe për këtë që them mbaj përgjegjësi dhe sfidoj policinë e shtetit më japi prova për të kundërtën. Dhe kjo po ndodh në Elbasan, kjo po ndodh në Durrës, kjo po ndodh në Tiranë dhe rasti i arrestimit të Altin Morinës e dëshmoj qartë që grupe caktuara ose individ caktuar brenda policisë së shtetit kanë interesa të drejtë për drejta
në këtë çështje. Do t'i them sot, regjistrojeni këtë bisedë, pas disa kohësh do vim sërish në emisionin tuaj dhe këto gjëra do të konfirmohen. Qartë. Atëherë kalojmë te tema e rëndësishme, besojmë që kemi për mbrëmjen, pjesë e parë që kemi mbrëmjen sotme. Cilat, zonja Lala dhe njeriu, cilat janë arsyet që paraqiti gjykata dhe e la Erion Veliaj në paraburgim? Gjykata e apelit të posaçëm brenda fatit ligjore ka zbardhur vendimin, bëhet fjalë për një vendim të rreth 140 ca faqe që ka arsyetuar ka thënë gjithë argumentat që gjykata thotë se ka marrë në konsiderat për mbajtjen prapahekurave të zotit Veliaj, kryetari i Bashkisë së Tiranës. Një ndër argumentat kryesor ka të bëjë me faktin gjykata arsyeton ndër të tjera që zoti Veliaj është ende në detyrën e kryetarit të bashkisë dhe për shkak të pushtetit që ai gëzon, dhe lidhjeve të forta, por edhe pushtetit ekonomik apo financiar, ka mundësinë të helmoj provat, ose t'i dëmtoj ata, t'i intimidoj dëshmitarët, apo t'i vërë nën presion. Ky është argumenti thelbësor. Më pas, prokuroria ka pretenduar dhe më pas gjykata ka arsyetuar që zoti Veliaj ka patur një sjellje jo korrekte, por sjellje intimiduese dhe sipas tyre shantazhuese ndaj njerëzve të drejtësisë, sepse është përdorur si provë ajo që ne kemi diskutuar gjërësisht, janë përdorur si prova bisedat telefonike të përgjuara me zotin Veliaj, vllajt i tij dhe bashkëshortes, ku sipas gjykatës së apelit të posaçëm, zoti Veliaj orkestronte sulme ndaj njerëzve drejtësisë dhe kishte detaje, pra kishte një moment për shembull ku zoti Veliaj orientonte të vllajën e tij, që thoshte gjithë ata që merren me dosjen të merreni me kuq e me maç. Kështu thoshte një nga bisedat. Nga ana tjetër, pretendohet edhe rreziku i ikjes, pra që zoti Veliaj mund të shmanget hetimin, nisur për arsye që thash më lart për shkak të lidhjeve, për shkak pushtetit, por edhe shkak të statusit që ai gëzon. Patjetër që zoti Veliaj i ka kundërshtuar të gjitha këto kushte dhe kritere, duke pretenduar se është i hapur për hetimin, duke pretenduar se do të vijojë punën në krye të Bashkisë Tiranës, megjithatë gjykata thotë që ky person është shoqërisht i rrezikshëm, përsa kohë që brenda ambienteve të izolimit, pra në qelinë e paraburgimit, ka orkestruar sulme. Këto janë argumentat kryesore të gjykatës. Ka një moment, unë këtë po e përmend për qenë korrekte me raportimin, gjykata në një nga pasazhet e vendimit ngre një pretendim që thotë se nga mënyra se si relatohen marrëdhëniet mes Erion Veliajt, bashkëshortes së tij Ajola Xoxa dhe biznesmenit Elmana Bule, krijohet dyshimi i arsyeshëm, thotë gjykata, që ata nuk kanë patur një bashkëpunim të thjeshtë, por një bashkëpunim të posaçëm, që mund të jetë në formën e grupit të strukturuar kriminal, për mënyrën se si kanë vepruar, dhe pretendon që nuk e përdor, thotë gjykata, nuk e marr në konsiderat këtë argument, përsa kohë që ligji nuk ma lejon në mas sigurie që unë të rëndoj pozitën e personit në hetim shtetasit Erion Veliaj, por duket sikur e sjell në vëmendje të gjykatës.